Ama këshirë mirë. Se mundësit e mira nuk vinë çdo ditë. Kaltrin, faleminderit shumë. Jam të ndje, Kaltrin, që të gjithmonë e kini plan. E po, kjo që më pëlqente ajo. Gjithmonë e planifikon çdo send. Hajde. Qysh m'ja marrë gjithë parat. Nuk e dim sasin, sa ka. Po, që ashtu është. Ashtu, nuk ka as po ashtu. Keni m'ja marrë parat krejt që i ka. E nëse dështoni, tash po flasëm drejt. Mirë. Familja e burrit saj. Ata janë fajtor. Okay. Edhe Ardiani. Hakmarrja nuk është ndjenjë. Pas ka vlerë motra e të këtyra? Lutem, Kaltrin, mos luaj me mua. Po, a i të kërkut vërtetën? Po normal që jam duke kërku të vërtetën. A i në të kjardë? Po. Ky është veç fillimi. Bob, unë s'po moj me duru mo. Krejt katuni është të folë. Emrin e motrës tem e kanë qitë në tërk në katon. Ule zonin më radialën. Se nervoza nuk të zgjedh punën. Tu është me menu mirë. Jo, Bob, nuk muj me prit mo. Çdo ditë që po kalon, na po përshnohemi veç më shumë. Unë thash, ule zonin. Nuk jetë të leftu me botën. Do të me menu mirë për njerëz. E këta njerëz dhe Bob, na kanë marrë shumë në përkom. Nuk e di ai e ka kupton ti. A din që po flitet e për rrugë. Emri lirikës. Sukur me kanë një sem pa vlerë. Fjala e burra është e rënë. Por jo gjithmonë e drejtë. Po kush e ka nisë këtë punë? Kush? Shabani? A i plaku i poshtër, a? Më s'fol pa prova. Prova? Mu Kaltrina mi ka dhonë krejt provat. Kaltrina nuk është gjykatë. Po, Kaltrina është dëshmitare. Apo është dikush që po do në shtinë zjabë. Jo, Bob, mu s'ma mërmeni ashtu. Aja na ka ndihmu. Nima që po shtinë ty drejt gjakut. Nuk është një më radiale. Bob, nëse na nuk reagojmë, kanë me na shkel për gjithmonë. E nëse reagojna pa men, na kena me djek vetën. Unë s'ka me lanë këtë punë kur pa mbyllë. Ose ka me dalë e vërteta, ose unë ka me ranë gjak. Më s'fol për gjak këtë shpi ma. Atëherë, Bob, mos më dalë as mu. Po të nali, mes me bo gabim më rebirë. Gabimi me i madhe është, Bob, me ne që është të dur kryq. Gabim është me ju besu të pa bezve. Ku përshkon? Bob, unë përshkoj me gjetë Ardianin. Nale o birë. Nëse delë sot prej qësoj shpijës, mos u kthe për a ditë qka po bonë. Bob,
Unë e di mirë çka jam të bo. Jo, ti po shko me notë, e jo me menje. Jo, bab. Unë po shkoj me nder. Nderi nuk fitohet me si bërtima. Po asaj, as nuk mbrohet në heshtje. A ke mendu në herë se lirika nuk po flet. Po, por e garant është e tremë, bab. Por në është ako ajo diçka që nuk po na thot neve. Bab, mos e akuzo motrën tëm. Unë s'jam të akuzu, po jem të kërku të vërtetën. E vërteta, bab, është kjo. Ata e kam prish jetën e saj. Apo dikush është të të prish me endin ty. Bab, nëse del dikush që është të mashtru, unë s'kam me falë asat. Asat kaltrinën, a? Kushdo që ka gisht në këtë punë, shumë shtrejt ka me pagu. Atëherë, ngom mirë. Kjo punë nuk o mes teje edhe Ardionit. Se kjo punë është mes dy familjeve. Le të jetë. Kjo do më thonë luftë. Shumë mirë, le të vjen. E kur ajo fillon, nuk nalet mo. Mirë shumë. Ma mirë një herë e për gjithmonë. Ku po shko tash tregom? Bab, unë e kam e shku të disa njerëz që e din se ku fshihet Ardiani. Për cilë njerëz jetë full. Për disa njerëz që nuk vesin shumë. Birë, më së përzime ata. Bab, tash është shumë vonë për me zgjedh rrugët e pastëra. Jo, birë, nuk është kur vonë. Për liriken o konë shumë vonë. Qysh ditën e parë. Unë jam të tutë për ty, më Radion. Bab, ti nuk i nevoj mu tutë. Po tutën, le ta kenë ata. Rud, po të thomë edhe njëherë. Nëse e kalon qitë dirë me qitë menje, jeta e jote nuk ka më konë më e njëjtë. As tash nuk është. Mërë zotë. Mos na lërë këtë punë më dirë gjarë. Ferate, Fere. qysh me thirr? Sërë Shaban, hajtë. O Shaban! Shaban! Kusha? Që. Hajde mërë djale, të ditën të të pritë kësoa. Hajde mos na bërë me prit këtu. Ku është baba? Baba nuk është shpi. O djale, na nuk të pytu ma është, po ku është? Ju thash dhe, nuk është këtu. Kjo shtëpi po duket se në lonën. Çka është të ndodhur këtu? Punt e familjes tem, ju s'keni nevojë më përzi. Ty me djale, ko ke i vogël, pra guha shumë për të falka. E vërteta nuk ka mosh. Është të përqyke, po nuk kena orë më knasë këtu. Ku është Shabani? Nuk e di, Mos raj. nuk porej. Na kena orë këtu me i marë paret. Këtu nuk ka pare. Djale, mos bana i gore me neve. Nuk janë të baj gore. Kjo është e vërteta. Nga mirë mërë djale. Këto punë nuk janë për fmi. Atëre, pse një të fol me mu? Ky fëmijë nuk është si fëmijë tjerë. Po leje mërë qka është, ne në orë mi marë paret. Ju thatë që do një pare. Po këtë shpi po ka probleme. O djale, problemet e juve neve nuk na interesujnë. Atëre jeni në derën e gabume. Pizrak, na jena taman derën e duhur. A e dinti që vloj ju të Ardioni në kalon shumë borgje? Po vllau jem, nuk është këtu. Po borgje është këtu. Atëre, prit një sot kthehet ai. Ai nuk o më këthi. Jo nuk e njeni ato. A e njohëm shumë mirë. Jo, nëse ju e kishin gjoft ato, ju këtu s'kishi ardheq.
I bre djalë, për mos na lall ma. As nuk jam të ju lodh, as të ju tut. Se dhe me këti nuk tutesh? Sepse familja jem ka up shumë. Mundet me hup, hala ma shumë. Po çka ka mbet me hup? Kjo është të forcë një burë. Po besa ti po harron që fëmijë është. Ju po harroni që kjo është shtëpia jem. O djalë, na dy mujna me hi kur dojna. Po, mundeni, po nuk deni bashkë let. Jetë në kërcënua? Jo, veç pia tërheki vrejtjen. Na duhet Shabani tash. Ju thash që nuk është këtu. Mirë? Na po e presëm? Jo, nuk keni me prit këtu. Jo kush në ndër neve. On, Ti ha? po. O djalë, a din me kanë ty fol? Po, me njerës që mendojnë që tu ta blehet. Vëllma, edhe i thu Shabanit, me na i dha paret. Se për ndrysh i kjo shtëpi s'ko me kanë kurre qitë. Kjo shtëpi nuk është e qitë. Moti, Qëta është e ka njësë me hup dërimi. edhe neve na ka hu moti valla. Nga më djalë, herën tjetër, nuk kena me fola shumë. Atëherë s'keni nevoj më ardhë mo. Dikush po ndohet. Pse mëre nuk po lajmërohet Kaltrina? Kaltrin që ka ndodhur me ty? A dhe t'ja njëse mu vënua? Jo, jam këtu moti, veç jam e shqetësume. E din që shqetësimi nuk të kryjnë punë. Nuk e kom pa Kaltrinën, nuk është të mu përgjigj, as në telefon, as kur kun heq. Po, atëherë, nashta nuk ka nevoj mu përgjigj ma. Çka e ka do me thonë me këta? Po du me thonë që dikush nëse nuk e kryjnë punën që zhduket krejt. Jo, Kaltrina nuk ka dështu. Ajo veç ka pa komplikime. E din ti që gabimet nuk janë komplikimes. Ha? Po kjo punë nuk ka në letë. Asnjë punë që unë e jepi nuk është e lehtë. Dallimi është kush i kryen edhe kush zhduket. Ti po do me thonë që Kaltrina nuk përmenet mo. Unë nuk jam si ajo. Unë më mi kry vetë punë të mija. E apo më tregon atëherë pse jena këtu? Sepse nuk di që me vazhdu. Gabimi jëtë i parë. Jo, veç do shta më siguru që jem të vepru që shdojt. Ti nuk je këtu për me menu. Ti e veç me zbatu. Që ka thëmë në? Po punë të Kaltrinës në kam e në gjyst. Ja, nuk mesin gjyst ato. Ato i përfundon ti. Unë? Ty. Po, unë nuk i di kej detajet që shka funksionuaja. S'ki nevoj me ditë. Pu shumë pak, edhe ki nevoj me bu. Qka që? Po nëse unë gaboj? Po e pe, qka ndodhi? Kaltrina? Ti nuk fal asnjëherë? Falja është për dopt. E unë?
Aty, se di ala çka je. Atëherë, kallëzëm çka duhet me bëhen. Besoj që e din që tash familjet kanë fillu veç konfliktin. Po e di që ai Rudi është nxit shumë, Mirë? po gjendja është ka dalë jashtë kontrollit. Edhe ma mirë. Ti po don kaos, a? Mes meje dhe kaosit, unë jam ai që e menaxhoj kaosin. Po çka nëse zbulohet e vërteta? Po atëherë krijojmë një tjetër. Shumë e thjeshtë. Çka i ka dënë konkretisht me meja? Kaltrina e ka nis në zjarë. E ti nuk e lën më shky. Qysh? Mi shtin njerëz kundër njëri tjetrit. Rudin? Po, pikërisht ai. Edhe familjen e Shabanit? Sidomos ata. Po te a din që në atë shtëpi ka edhe fëmijë? Nuk më intereson. Kjo është ka shkon shumë larg. Ti ke shku shumë larg, qysh prej ditës kur ja ke nis me punu me mu. Po nuk më pas zgjedhje tjetër. Ke pas. Po e ke zgjedh këto. Edhe tash, nuk ka këthej mua. Qa më të bune? Nëse unë e kry këtë punë, a jam e sigurt? Kërkush nuk është i sigurt. E atëherë pse më duhet me ba? Se nëse nuk e bën, je shumë ma keq. E çka ndodh me ata që dështojnë? I harrojmë. Qkaq? Mirë, e kuptova. Atëherë ka me vazhdu. Jo. Nuk e me vazhdu. Ki me përfundu ti. Po, ka me përfundu. Mirë atëherë. Po çka nëse mu më duhet ndihmë? Atëherë, nuk i me pas. O Zot. O Zot, ku jëm fut? O, Shaban Miku! A është kush më në këtë shtëpi? Këtu ka njerëz, po nuk janë ata që pi lypti. Ku është babajt? Nuk është këtu. Po vllavi yt Ardiani, ku është ai? Po asaj, Hej, mos më rrejti mu. une nuk po trej. Unë këtu kam ardhur me marrë një përgjigje. E une nuk i kam ato përgjigje që ti të i lyp. Atëherë, ti duhesh me më qu te ai që i ka. Nuk kam ku me qu. Ti e ka djali vogël, ama tash ka ke rrit, a? Po, E të fol tash si burr, a? se dikush po duhet me fol. A ti po dan me mësu mua, a? Jo, veç po du me të nalë. Ti me më nalë mua, a? Po ti se din as pse ka marrë këtu? E di, Hajt pra, tregam. Çka din ti? ti ke arë për liriken. Po them, mos ma përmen emrin e saj, a? Pse? Sepse të dhim të vërteta. Ki kujdes që në çka je të fol ti. Unë gjithë mu kum pas kujdes. A din ti që familja jote e ka njellos motrën tam? Jo, Po? jo. E kush atëherë? Ajo garant vetë. O ti djalë, unë të thash edhe më herët. Mos fol me palidhje, Këtu fjallë nuk janë palidhe që jem të t'i thonë. ti je të akuzu motrën tam. Jo, po jam të tregu se çka ka ndodhë. Ti nuk je kon ato. Po as ti? Unë e kam dëshmi për këtë punë. Hajt, prej kujna ki dëshmi?
Nuk është puna jote me ditë prej kujna kam dëshmi. As kjo nuk është puna jote. Që prej ditës që Lirika o pa me dikon tjetër. Mjaft, Vllau jem është katru. Ai kur nuk u kthy më shpe. ai nuk o kthy se është fajtor. Jo, se u thy shumë. Mos ma mbroj ato. Nuk jam të mbrojt, po jam të tregu. Ti nuk e din që është tradhtia. E di se sa shumë që përmendon ti. Unë e kum pa babën tem, që shu shkatru. E kum pa që shpi që shu shpras. Gjithë qytatë që ka i ka thu, kjo është vesh një rene jotja. Apo që është që ti nuk po të me pranu. Unë e një motrën tem. Edhe unë e kum njoft vllaun tem. Dikush ty pas kam mësu me folë kështu, a? Jo, jeta. Nëse që kjo që po thu ti del rren, unë s'ka me të falë, a? Unë nuk kam nevoj për falje. Po, ti ki nevoj me pas kujdes. Edhe ti. Mos unë krasa mu me ty. Atere, më të thellë si kurën. Nga mirë. Nëse familja jote ka gjesht në këtë punë, unë kam ju dig me krejt që ka keni. E nëse nuk ka, Atëherë, dikush tjetër ka me pagu. po ti të kërku dika me fajcu, jo vërtetën. Ti je vesh një fëmijë, a? Po do fta jo miritën në këto momente. Kjo nuk më baron këto. As për neve, s'ka me në mbaru. Herën tjetër, s'ka me folë që ka të shumë. Shpresoj që herën tjetër ti ke mengu ma shumë. O zot, nale këto. Ma në fund erdha, Po, erdha. shumë i e vënu. E di, po, i kom pas disa komplikime. A di që komplikimet të tua mu së më interesojnë heq. E di, po unë kom marrë me folë si burrat. Atëherë, fol shkurt. Më duhet pa ko ma shumë më dhamë. Sa ko? 1-2 javë. Ty po lyp ko për parat e mija? Po nuk jam të ti ko burë. Vesh që jam të të lyp me kuptim për teje. Unë nuk jep i mirë kuptim. Unë jep veç afate. E di. Po situata më ka dalë prej dorës. Atër se pas ke pasë ndorë kur? Unë kam familje. Po dhe unë kom regullë. Fëmijët e mi, Nuk janë pjesë e marrëveshjes. mos bë kështu. Unë nuk kam ku mi gjitë pare tash për tash. Atëherë, ki diçka tjetër. Çka diçka tjetër? Po, shumë e thjeshtë. E kini pronë. Jo. Ajo nuk vjen as në shprehje. Gjithçka vjen në shprehje, kur ti nuk i ki parët. Ajo është shtëpia jem. Po tash është garanci për borxhin tan. Nëse ta jap, fëmijët më dalin në rrugë. Po kjo nuk është problemi jam. Qysh nuk është. Ajna të folë për jetën tem. Jo. Këto e na të folë për parat e mija. Unë kom punu për ato pare. Nuk kom dash me të me të bërgjë. Po kjera. Sepse më kem premtu diçka. Unë nuk premtoj.
Unë veç ofroj. Më pas ke mashtru, a? Ki kujdes. Jo, ti më pas ke shtin këtë situatë. Unë t'kum dhanë mundësi nëse ti nuk e din. Ajo mundësia që më shkatëroj, a? Jo. Ti vete ke shkatëru. Po t'lutna, jepëm veç dhe pak ku. Po ke pas, bre, kohën ti? Nuk o që se ke pas kohë. Veç edhe pak. O, nuk ka pak. Pak. Ti one nuk ka. Atëherë që ka jetë të dosh prej mi? Thash, e du shpin. Jo, Atëherë paret. nuk i kam. Atëherë, nuk i kur qa. O burr, mos më detyro me orën këtë pikë. Ti veç ke ardhën këtë pikë. O, harrajat punë, se shtëpia nuk ta jap. Atëherë, ti vetë po zgjedh. Çka është? Pasojat. Ti nuk guxon. Unë nuk pës për guxim. Fëmijët e mi, Ka një babë që nuk e pagun borxhen. o burr, të lutem mos ma bë këta. Ti e ke bo. Mos e bë këta. A fati veç kam baru. Të lutna. Unë sa ma shpejt kom e t'i sjell parët. Tash është shumë vonë. Mos të lutna. Mos se i kam fëmijët. Pikërisht për shkak rregullave. Mos o burr se kam fëmijë vogël. Borxhet paguhen. O zot, Sa pas ka prit. Tash jeni vënu shumë. Jo. Na erdhëm qatë shpejt së mujtëm. Jo qatë shpejt, Emanuel. aj, a nuk pranoj, a? A e zgjedhë vetë? Që kjo punë ko më na kriju shumë probleme. Problemet krijojnë kur njerëzit, nuk ngojnë. Na, ti kemi sjell parët. Këtë janë që këna mujtë minë mbjellë. Këto nuk mjaftojnë. Ka që kena mujtë me nxjerrë. Jo, agron. Kaq keni mujt me sjell. Po njerëz nuk u kanë, ma. E njerëzit gjithmonë kanë. Jo. S'po kanë si më parë. Atëherë nuk ka këne të i shtyp që shtuhat. Na jem të përdor çdo mënyrë. Jo gjdo. është ka bëhet shumë e rrezikshme. Rreziku është pjesë e punës. Po veç na jena të dalë në sy. Atëherë, mësonu mu më shef ma mirë. Ne kemi shantazhu bizneset ashtu që shna ke thonë. Që? Hajde emrat. Drita Market, Alfa Construction, edhe dy sot tjera. Alfa Construction. Hajde tjetër. Dhe sa janë të refuzu. A din ti që refuzimi nuk është opsion. Nuk janë tutut që janë tutut për para. A dim se stutën. Se si jeni tu i tut jo. Ne jem të e bo maksimumin. Maksimumi ju i nuk po mjafton. Kaltrina për ma mungan. Qysh. Hej, mos ma përmen mua tamën, au bo? Po aje ka njës këtë punë bashkë me ne edhe.
Edhe nuk e përfundoj. Çka po dëm për neve konkretisht tash? Agron, unë du veç rezultate. Sa? 2 fish. Po është e pamundur. Fjala e pamundur, tonë nuk ekziston, e din ti shumë mirë. Po kjo kam na çun të lashe. Nuk qënë të lashe nëse e kryni që shtohet. E nëse ju? Eshe? Kë nuk është shembull. Ky është veç një paralajmërim, kur që ma shumë. Edhe e kanë zonë gjume. A kuptum? E kuptu mesazhin. E kuptut? Po. Në rregull. Shpresoj. Po nëse policia? Policia mirët veç me gabime. E na nuk gabojmë. Tash duhet me largu trupin. Po. Edhe pa qurë. Ka dale. Mirë Milashe. Herën tjetër nuk du gabime. Po. Du rezultate. Edhe ma në men. Këtu nuk ka dopsi. A kuptum? Po. Mos u më zhgënjeni. O zot, na jena në të lashet mlaja. Jo, tash vetë sa ka fillu. Hej, do me vetë se kim punë. Bob, nuk po muj mo. Nuk po muj me mojt më në shpirt. Unë po du mo hakmer. Nuk po muj me prit mo. Nuk po muj o Bob. Rud, qëso pak, të kam thonë, më se bë mas thirë se të odhën. Mos fol Bob, nuk po flas. Tash nuk ka kohë mo për fjalë. Motra jam e qika jote e kanë zhduk o Bob. E di dhimin, po mos u shkatërë prej mërzis. Se nëse vepron pa men, ki mu pëndu në gjithë jetën. Pendim Bob, a e kupton? Pendimi nuk ndihmon. Bob, motra jam është në dorën e tyne. Edhe unë nuk muj me prit mo. Birë, të kuptoj, po do është mu mendu, se kur kim dhefin, shesh do gjohë më të mohë se sa që është. Edhe në fund, e di që ka ndodhë, gabimet që nuk i falë koha. Gabimet nuk po m'interesojnë. Vetëm hakmarrje po du. Edhe ku me gjetë lirike në Bob, unë e po të premtoj. Kushdo që e ka lëndu, a i ka me pagu shtrejt. Ngëm dhe birë, nuk po të thëmë mos me kërku drejtësi, po të thëmë mos vepro pa morë informacionet sigurta. Nëse punon qështu i nëzet, ki me hupë gjithë shka. Unë nuk muj me prit mo. Kaltrina më ka tregu për familjen e Shabanit. Edhe unë Bob du mo hakmar. Rud, këshur se ti je sikur mjegu, po ti nuk je i vedeshëm që të momente. Se nëse vepron pa mendu, ki me humbë krejt. Jo Bob, unë nuk jam një mjegull. Unë veç po du me i dal në krah familjes. Unë vetëm po du me marr hak. Po e di bre birë, por mos e nis me gjak, se gjaku kur rjedh ai nuk kthehet. Nuk e ki luksin me hup modën e gjithçka tjetër. Bob, motra jam s'ka me qëndru e harume. Unë nuk po du me prit. Ka me gjetë. Dhe kushdo që e ka tradhtu, ka me pagu shtrejt. Birë, ngëm, se unë kom po shumë njerë si për ti. Kretë kanë dzirë gjak dhe kanë humbë gjithçka. A unë për të lutë në ty, mos e bon këtë gabim. Gabime, Bob, ky nuk është gabim. Ky është hak. Une nuk po kërkoj falje. Vetëm hakmarrje. Birë, mos e le lefi më të drejtu.
Ma mirë duhet më prit pak, me frim e me ndohë. Duhet me gjetë mënyrën me sill lirikën pa dëmtu gjithçka tjetër. Bob, unë e ty të kam gu gjithmonë. Ama nuk muj me prit mo. Mo të remë është duk. Edhe nuk po muj me nejt duar kryq. Birë. Mëse nesë me vepru vetëm me zemrim. Nëse nuk e kontrollon mlefin, se gjoku mund të rjedhë edhe për të tjerët. E mas andej, ki mu pendu gjithë jetën. Bob, nuk du me mendu. Unë du veç hakmarje. Nga birë. Familja jote ka nevojë për ty. Mos e le zemrën më të drejtu ka hakmarja. Unë po ta thon këto si Bob. Mos bo gabime ku s'muni korrigjon kur mu. Bob, unë nuk kam frikë, unë kam e gjetë liriken. Edhe kush do që i ka bo keq, edhe po të betona që i kam i të regu çka do me thonë hakmarja. Vetëm një sen mo e men. Mos vepro para si me pos faktet sakta. Edhe mos e le mlefin me drejtu gjithçka. Unë Bob kam e gjetë, pa marrë parasysh çka. Me mençuri birë, me mençuri. Me këtë gjak nxehtësi që e ki, nuk mundesh me zgjidh asnjë punë. Kjo gjak nxehtësi shkatron ty mas pari edhe këtë familjen. Nuk e kuptoj se çka ndodhi që më prishje. E pse Lirika, që e kum dalë si motër, e kalon familjen, e pse u ndodhëm me vllahun tem. Po më duket edhe bota që është rëzu. Edhe une ja kum nis me bet vet. Edhe baba këne është shqetësum. Po dhe Rudi po vje me kërcënime. Këtë shtëpi po bin lloj njerëzve që s'pingjojmë hiç. Po më duket që gjithë po loftojnë. E unë nuk me di ku me shku, as ku me fol. Shpesher punina e vogël, edhe i dopt. Po në zemër e di që nuk jam vetë. Familja jonë është e fortë, edhe pse gjithçka po duken mbrapsht. Ndoshta na duhem që të mësojmë, që mos me tradhtu njëri tjetrin. Duhemi mu komfort, edhe njerë që duam gabojnë. Nuk muj me ndryshu të kalumen, po one muj me mbajt familjen afër. Mos me arru, mos me trastu, edhe kur gjithçka duket e humbur. Ky është mësimi më i mirë për të gjithë. Edhe kur tradhtia, edhe dhimbja kudosin. Familja, dashuria, besnikëria, janë më të forta se çdo sen tjetër. Njerëz, mos e humbezni vetë besimin, mos e hubni zemrën, mos e hubni as besimin. Ku me atë mëre u vënu shumë? Sa po e që vënu diçka shumë? Kemi punë për gjë shumë. Shola vjen tash. Mos le vetë. Unë ngëm në mirë. Kjo punë nuk na pratë. Gjdo gabim që e bëni, ta shëtutje. E patë që ka pasoja. Po, pe kuptoj. Qashtu. Jo, a kuptut. Po, kuptu shef. Në rregull. Edhe ti, mos fol shumë. Çdo sen që bëhet, ka mu bo si pas planit tem. A kuptum? Po, shef. Po, shef. Mëse përsëris to s'di so harë, se bona bajat, njëherë më këcen kjo, edhe e dini ju qa bëhet shumë mirë. Mbuqe, Orno. a ti kalzon ti bizneset, do më thonë, që ke pas me shku, a i ke shantazhua, qa ke bo me to, hajde të regam në detaje. Jo më vënu, jo me gabu. Qëto sen, çdo gabim, e din ti qatë gjenë. Po, e kom kuptu. Emanuel, ti kujdesu për pagesat, kontaktet,
Domthonë edhe çato pagesa kom fjalën që hala nuk tu kanë lajmëru, ato mi kry urgjent. Mos le afat. Sa ma shpejt. Ja merr parat, ec. Edhe diçka. Mos e lejo kërkon me dalë jashtë kontrollit. Ti je ai që i man në kontroll. Për atë dhe ta kumban këtë pozitë. A kuptum? Po, çdo sen është sipas ulit. Shumë mirë, bukur. Agron, ti kemi menaxhu bizneset, lokalet. Çdo sen që do të me bo, që e bën, do të me bo sigurt edhe mirë. Edhe çdo sen do të me më raportu. A kuptum? Po krysh, shef, nuk kom mendohu asnjë gabim. Mos folni kaq shumë. Veç folni kur unë ju ves. S'po du kur gjë tjetër për juve. Ngoni mirë. Çdo detaj që mu mungon. Prej sot dhe tutje ka me kanë dënim për juve. Buqe, çdo informacion që ti e merr, do të me mlajmëru me njëherë. Po. Mos u merr kohë me senet vogla edhe të kota. Kuptum? Po. Njerëzit janë dot. Do të mi shtyp gradualisht. A kuptum? Po. Emanuel, ti kujdes me njerëzit edhe me mënyrën që shti i qasesh. Jo veç mutut, po do të me koni sigurt, mos më tregu i dopt, edhe atë punë që të banë do të me bo me njerë. Po, kam të qartë. Çdo detaj është kontrolluar. Bravo. Agron, çdo vendim që e merr individual, do të me më raportu. Nuk du surpriza prej teje. Krysh, Se çdo surprizë ka me kanë edhe mëshme. Nëse dikush del kundër urdhët tam, qa menani qa ka me ndodhë? Ka mos aksyonu. Ka mund të shku. po çdo lëvizje, çdo gabim ka pasojë. Shumë mirë, pra. E kuptut. Tash, filloni me detyrat. Buqe, ti fillo me listën e kontakteve. Qysh tash, çdo informacion, çdo sen do të me koni sakt. Po me njëherë, s'ka me pat kur probleme të punë. Edhe nuk guxon me pas. Jo. Okej. Emanuel, ti shkon të bizneset, që i ki në kontrol. Merro pagesat, çdo sen ka me shku sipas planit. Qysh e kem nën kontroll edhe që e kem plan. Dakord, çdo gjë sipas ulit tanë. Bravo. Agron, ti e mbikëqyr secillën. Mos lejo asnjë gabim, asnjë dobësi. Çdo sen paguhet. Kuptohesh. Mundet më pagu me çmim shumë të lartë. Ngoni mirë. Kjo punë nuk ka kthim pas. Çdo detaj që nuk shkon çush duhet. Jo e dini? Unë nuk fali. A u kuptum? Po. Buqe. Ashtë. Mosëm të të rënë buhoj ketë që unë jam shumë i mirë. Po, gjithçka është në kontroll. Po shef, nuk kam me pas asnjë gabim. Edhe mos harro, se unë jam gjithmonë një hap pasjush. Që do të thotë, kontrolloj çdo sen. Edhe jeni në vëzhgim 24 orë. Buqe, Emanuel, na grana. Ta shkoa për veprim. Edhe besoj e dini se cili rolin e ju. Po. Nuk kemi kohë për humbje ma. Duhet që forcë edhe du me të regu rezultat. I pres për juve. Në rregull. Miru pafshim.
Se që këtë se që në parë. Alo? Alo, buqe, ku je më shoqe që hupe krejt? S'u kallëzove mu as kur po shkoj, as qa ko me bu atje, as qysh, as kur gjo heq. Dona, oj shoqe, qetëso pak, mos u ngut. Çdo gjë ka shkon sipas kontrolle. Buqe, pse s'po kallëzon diçka ma sakt, për shembull, çka është puna që ko me bu, ose më ma jep një adresë ku ko me shku, ose s'po di, nështë ta i shkon ma mirë me më kallëzu pak ma shumë. Besëm, Don, nuk ka nevojë më ngut shumë. Shumë shpejt ki mu nis. Vetëm jem tu i rregullu disa gjanat vogla për udhtim edhe ki mu nis. Po, buqe, mirë, po duna me ditë sakt. Besëm, Don, çdo gjë të shku sipas planit. Edhe s'ki nevojë me lodh veten për shumë. Gjithçka kemi kuptu kur të nisesh. Po mirë, po shumë shpejt më keni thonë më nis. Po, Don, shumë shpejt ki mu nis. Vetëm do të me prit pak. Alo, qysh je? Veç dashta me ditë, a është gjithçka gati? Po, shumë shpejt e marrim. Pas një gabim buqe. Nuk du drama, çdo gabim mund të fundos gjithçka. E di, gjithçka është kontroll. E nisëm qikën në destinacion shumë ma shpejt që është e mundur. Mirë, gjithçka gati. Shumë shpejt niseni. Çdo hap i sakt, çdo gabim i rrezikshëm. Po, gjithçka është sipas planit. Çdo gjë kemi në kontroll. Mos lejo kur gjon me humb kontrollin. Çdo gjë duhet perfekt. Po, çdo hap i planifikum, çdo gjë e sakt, kena me nisë shumë shpejt. Ngëm tash. Çdo gabim mund t'jetë fundi. Çdo gabim kena me humb gjithçka. E di, pra po thëm, çdo gjë është sipas planit. Kur gjë s'del jashtë kontrolle. Shumë shpejt nis gjithçka. Po, na këtu jem çdo gjë gati. Thash, nuk du gabime, çdo hap duhet më konë perfekt.